Radio 1 ju prezanton ciklin e temave Mos u trishto. Sillu mirë me njerëzit. Mirësjellja ndaj të tjerëve sjell lumturi, ndërsa sjellja e keqe sjell mjerim. Në hadithet e pejgamberit thuhet: njeriu me mirësjellje e arrin gradën e agjëruesit që kryen edhe namazin. A doni t'ju tregoj se kush do t'jetë më i dashur dhe më afër meje në ditën e gjykimit? Ata që kanë sjellje të mirë. Kurse Allahu thot: vërtet, ti je në një shkallë të lartë morali. Ti ishe i butë ndaj atyre, sepse Allahu të dhuroi mëshirë, e sikur të ishe i vrazhde e zemërfort, ata do të shkapërderdheshin prej teje. Dhe njerëzve thuaj unë i fjalë të mirë. Në përshkrimet që i bëhen pejgamberit, përmendet: karakteri i tij ishte Kurani. Si të menjanojmë pa gjumësinë? Të përmendurit e Allahut me lutjet që na ka mësuar pejgamberi. Para le ta dini se me të përmendur Allahun, zemrat stabilizohen. Mosfjetja gjatë ditës, përveç në rastet ralla e të nevojshme, ndërsa ditën e bëm për gjallërim. Leximi dhe shkrimi deri para gjumit. Dhe thuaj: Zoti im, më shto diturin. Angazhimi me punë fizike të dobishme gjatë ditës. E ai është që natën ju a bëri petk, gjumin pushim dhe ditën e bëri për gjallërim. Zvogëlimi i konsumimit të pijeve stimuluese si kafeja dhe çaji. Ibn Taymije thot: mëkatet ndalojnë zemrën të fluturojë dhe shëtis në hapësirën e njëshmërisë së krijuesit. Thuaj: vështroni me vëmendje çka në qiej e në tokë. Nga pasojat e dëmshme të mëkatit. Pengesa në lidhjen e robit me Zotin e vet. Jo dhe jo, atë ditë do të jenë të penguar ta shohin Zotin e tyre. Me rritjen e punëve të këqija të robit formohet bindje e gabuar ndaj krijuesit. Depresioni përhershëm. Ndërtesa që ata ndërtuan e që e shembi pejgamberi, vazhdimisht do të jetë mlef në zemrat e tyre. Frikë në zemër. Ne do mbjellim frikën në zemrat e atyre që nuk besuan, sepse ata Allahut i trillojnë e i mveshin zotat të tjerë, pa patur për të kur far fakti. Jetë me brenga. E kush ja kthen shpinën në udhëzimit tim, do të ketë jetë të vështirë. Zemrat të mbyllura dhe të shtangura. Dhe zemrat e tyre i bëm të forta, të shtangur. Vrazhdësi dhe shqetësim. E sa u përket atyre fytyrave që janë nxirë, u thuhet: a edhe pas besimit tuaj u bët pa besimtar? Urrejtje ndaj më të mirëve. Ngushtësi në pasuri dhe mungesë ndihmesës ndaj nevojtarve. Edhe si kur të zbatonin Teuratin, Ungjillin dhe Kuranin, që u zbritën nga Zoti i tyre, ata do të kishin furnizim me bollëk nga qielli dhe toka. Hidhërim nga mëshiruesi, humbje besimit dhe hapje e dyreve të depresionit dhe destabilizimit shpirtëror. Ndaj merituan zemrim mbi zemrim. Por të këqijet që i punuan, zemrat e tyre u ambuluan. Hebrejt e kohës së Muhamedit thonë: zemrat tona janë në këllëf. Kërko riskun e mos u dorëzo. Krimbin në dhe e furnizon me ushqim krijuesi i gjithësisë. Nuk ka asnjë gjallësë në tokë dhe as shpend që fluturojnë me dy krah e që nuk janë të ndarë në grupe sikurse edhe ju.
asgjë nuk kemi lënë pas dore nga evidenca. Më në fund, te Zoti i tyre do të tubohen. Allahu i madhëruar i furnizon shpendët në qiell, ashtu siç furnizon peshqit në det. Krijues i qiejve dhe i tokës, që ushqen të tjerët, ndërsa vetë nuk ushqehet. Ti je më i mençur se krimbi, zogu dhe peshku, ndaj mos u mërzit për riskun. Kam njohur shumë njerëz të cilët i ka kapur varfëria dhe vështirësia në jetë, vetëm pse ja kanë kthyer shpinën në urdhrat e Zotit. Disa ishin të pasur dhe të shëndosh e jetonin me gjithë të mirat, mirë po kjo i bëri ta harrojnë krijuesin e tyre, duke u larguar nga namazi dhe duke kryer gjunahe të mëdha. Ku Zoti ashtu si u mundsoi ta kenë pasurinë, ashtu i sprovoi me varfëri e me sëmundje të ndryshme. E kush ja kthen shpinën udhëzimit tim, do të ketë jetë të vështirë dhe në ditën e Kiametit do ta ringjall të verbër. Po ashtu Zoti i gjithësisë thotë: Këtë masë ndëshkuese e bëri sepse Allahu nuk ishte ndryshuar si një begatie, të cilën ja ka dhuruar një populli, derisa të ndryshojë ai vetë në vetvete dhe sepse Allahu dëgjon ç'thon dhe di ç'punojnë. Çfarëdo e keqe që mund t'ju godas, ajo është pasojë e veprave tuaja të këqija. E për shumë të tjera ai ju fal. Sikur ata, idhujtarët, ti përmbaheshin në rrugës së drejtë, ne do u lëshonim atyre ujë me bollëk. Një poet thot: Po vajton për Leilën që ti vete vrave, urime o vrasës i merituar, se ti e vrave. Sekreti i udhëzimit: udhëzona në rrugën e drejtë. Nuk mund të udhëzohet në rrugën e lumturisë dhe as që mund ta gëzojë atë, veçse ai që ndjek rrugën e drejtë që na e la Muhamedi, e cila përfundon në xhenet. Dhe do t'i udhëzonim në rrugë të drejtë. Lumturia e atij që ndjek rrugën e drejtë shihet në shqetësimin shpirtëror të tij dhe në optimizmin e tij. Ky besimtar është i sigurt e i qetë për të ardhmen e tij. Banon në premtimet e Zotit, i kënaqur me atë që i është caktuar dhe shumë i bindur se beson një Zot që udhëzon dhe e ndihmon në këtë rrugë, e i cili nuk gabon dhe është i përkryer në fjalët dhe caktimet e tija. Zotin s'mund ta pengojë askush në dëshirat e vendimet e tij. Ai njeri ka shoqërues një pas një, para tij dhe prapa tij, që me urdhrin e Allahut e ruajnë atë. Kështu besimtari në këtë rrugë të drejtë gjen lumturinë, sepse ai e di që është rob i Zotit. Përpara vetes ka shëmbulltyrën e pejgamberit, me vete mban Kuranin e shenjtë, zemrën e ka të ndriçuar, rrugës e shoqëron udhërrëfyesi dhe ai në fund do të dalë në kënaqësinë dhe lumturinë e përjetshme, në xhenetin e përgatitur për të. Ky është udhëzimi i Allahut. Udhëzon me të këtë doj nga robët e tij. Në fakt në këtë rrugë janë dy shtigje, ai abstrakt dhe ai konkret. Rruga abstrakte është udhëzimi dhe imani, kurse konkrete është rruga, ura, që do të jetë mbi xhehenem. Rruga e imanit në këtë botë kalimtare është ndërtuar me shtylla e fshore, kurse rruga mbi xhehenem është ndërtuar me shtyllat katranit që djeg. Andaj, ai që kalon këtë rrugë me imanin e tij, do ta kalojë atë të botës tjetër me shpejtësinë që varet nga bindja. Kështu nëse robi udhëzohet në rrugën e drejtë, jeton në lumturi dhe larg mërzitjeve e depresionit. 10 lule për jetë më të mirë. Pritje e syfyrit dhe të kërkuarit falje nga Zoti, të cilët në kohën e agimit syfyrit kërkojnë ndjesë. Veçimi për të menduar e medituar.
dhe ata të cilët thellohen në mendime rreth krijimit të qiejve e të tokës. Qëndrimi me të devotshmit. Përkufizoje veten tënde me ata që lusin Zotin e tyre mëngjes e mbrëmje. Të përmendurit e Allahut. O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shpesh. Falja e 2 rekateve me sinqeritet, devotshmëri e bindje. Ata që janë të përulur e të kujdesshëm gjatë faljes së namazit. Leximi i Kuranit duke u thelluar në ajetet e tij. A nuk thellohen ata mbi Kuran? Agjerimi në një ditë të nxehtë. Pejgamberi përcjell fjalët e Allahut në hadithin kutsi, ku thot: agjeruesin do ta shpërblej unë, sepse ai ushqimin, pijen dhe kënaqësitë tepshore i braktis për hir timin. Dhënia e lëmoshës fshehtas. Ashtu siç thuhet në hadithin e pejgamberit, fshiheni lëmoshën, sa që dora e majt të mos di çka jepet djathtë. Lehtësimi i një vështirësie një muslimani. Muhamedi thot: kush ja lehtëson muslimanit një vështirësi të kësaj bote, Allahu do t'ja lehtësojë atij, mënjanuesit, një vështirësi prej vështirësive të ditës së gjykimit. Të jetuarit në këtë botë me modesti. E dihet se jeta e botës tjetër është më e dobishme dhe e përjetshme. Këto janë 10 që nuk duhen harruar. Nga mjerimet e birit të Nuhut ishte fjala e tij: unë do të ngjitem në një kodër që do të më mbrojë nga uji, vërshimi. E sikur të kërkonte ndihmë nga Zoti i kodrave, do të ishte më mirë për ta. Po ashtu Nemrudi, i cili thoshte: unë i ngjall dhe unë i vdes të tjerët, kështu veshi teshën që si takoj, e i mveshi vetes cilësi që si meritoj. Allahu edhe atë e poshtroi. Atëherë Allahu e dënoi atë të mërshëm, për këtë të fundit dhe për atë të parën. Qelsi i lumturisë është vetëm një fjalë. Trashëgimia e ummetit është vetëm një shprehje, dhe flamuri i shpëtimit është një fjali. Fjala, shprehja dhe fjalia është shehadeti. Nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, dhe Muhamedi është i dërguari i tij. Lumturia e atij që e thot shehadetin në tokë është se atij i thuhet në qiell. E ke thënë të vërtetën. E ai që e solli të vërtetën dhe ai që e vërtetoi atë, të tillët janë të ruajturit. Lumturia e atij që punon me shehadetin është të shpëtojë nga shkatërrimi në këtë botë dhe nga zjarri në botën tjetër, ndërsa Allahu do i shpëtojë me suksesin e tyre ata që qenë të ruajtur. Ata nuk do t'i kape keqja, e as nuk do t'i jenë të shqetësuar. Lumturia e atij që thërret në shehadet është se ai do të mbrohet, do të ngadhnjej dhe do të jetë i falënderuar. Se ata pa dyshim do të jenë të ndihmuar dhe ushtria jonë do të jetë ngadhnjyesja. Lumturia e atij që e do shehadetin është se ai do të ngrihet dhe do të jetë i nderuar, ndërsa e tërë krenaria i takon Allahut, të dërguarit të tij e besimtarve. Po hipokritët këtë se din. Bilali me thënien e shehadetit kaloi nga robëria në liri. Allahu është mbikëqyrës i atyre që besuan, i nxjerr ata prej errësirave në dritë. Ndërsa Ebu Lehebi nga kryenetësia nuk e tha shehadetin dhe vdiqi poshtruar. Atë që e poshtron Allahu, s'ka kush që mund ta bëjë të ndershëm. Shehadeti i ngriti njerëzit në pjedestalin më të lartë, po edhe në nivele pastërtie angjëllore. Ne atë e bëm dritë me të cilën i vëm në rrugë të drejtë ata që dëshirojnë prej robërve tanë.
Mos u gëzo nëse ke arritur diçka të kësaj bote dhe ke haruar përjetësinë, se shqetësimi dhe dënimi i rënd të presin në rrugë. Pasuria ime nuk më bëri fare dobi. U hoq prej meje çdo kompetencë imja. Se Zoti yt është që përcjell uri në prit. Mos u gëzo me lindjen e djalit nëse haron Zotin fuqiplot, se largimi nga krijuesi i gjithësisë është poshtrim dhe humbje e madhe. E mbi ta rëndoi poshtrimi dhe skamja. Mos u gëzo me pasurinë nëse sjell punë mirë, se punët e këqija të sjellin fund të tmerrshëm dhe mallkim në përjetësi. Dënimi në botën tjetër do të jetë edhe më i shëmtuar. Nuk është as pasuria juaj e as fëmijët tuaj ajo që ju afron pranë nesh. Është vetëm besimi dhe veprat e mirë. Të tillët shpërblehen shumë fish për atë që vepruan dhe ata janë në dhoma të larta, të shpëtuar.